Morena, a jeni më shumë tipi që i pëlqen turbulencat apo preferoni një fluturim të qetë? Mua më pëlqejnë shumë turbulencat, më japin shumë adrenalin. Gjithmonë kur ka turbulenca nuk më pëlqen të ulem, pëlqen të qëndroj në këmbë dhe më pëlqen kur më shkund aeroplani. Edhe është shumë interesante kur i shohim pasagjerët që kanë frikë dhe ne qëndrojmë në këmbë. Sa shpesh ndodh që pasagerët përpiqen të marrin numrin tënd gjatë fluturimeve, dhe a funksionon ndonjëherë? Jo, nuk ka funksionuar asnjëherë sepse të jemi sinqert nuk kam tentuar asnjëherë për numër telefoni. A mendon që je e bukur? Jo. Nuk mendoj që jam e bukur. Prej 1 deri në 10 sa je seksi? Oh, wow. Seksi jo, as seksi nuk mendoj që jam. Mendoj që jam diku tek 7, me pamje normale. Çka të pamundson për me qenë komplet dietë? Po si kam ato tiparet si në fytyrë apo dhe në trup që për një metë quhem ashtu shumë e bukur apo seksi, siç the ti. Cila është gjëja më e çmendur që e ke parë të ndodhi në ajër? Të çmendur ndoshta nuk kam parë, por një histori interesante ka qenë kur një djalë ka propozuar të dashurin e tij. Mund ta quaj si një përvojë të jashtëzakonshme. A pret që i dashurit propozoj në aeroplan? Pse jo? Me kënaqësi e kisha pranu. A ndodh ndonjëherë që stafi të lidhet më shumë gjatë qëndrimeve në hotelet e juaja? Po dhe edhe ndodh. Ças bën vaki. Nëse një pasagjer të fton për darkë pasi që të zbresni, çfarë e bën atë ftesë që t'ja japësh një po? Asnjë gjë nuk e bën atë ftesë që unë t'i them po. Ka ndodhur, por Ke refuzu? kam refuzuar, patjetër. Arsyeja? Arsyeja nuk etika profesionale mbi të gjitha. Nëse duhet zgjedhje një natë në një suite luksoze me pamje nga qyteti, apo një aventurë gjatë një fluturimi transatlantik? A bën t'i zgjedh të dyja? Okej. Të dyja, më pëlqejnë të dyja. Të dyja kanë emocione të bukura. Pra je vojzë luksi? Pse jo? Kush se do luksin? Besoj që gënjejnë nëse thonë që nuk e duam luksin. Ne të gjithë punojmë për të patur një jetë më të mirë. A shpenson shumë në marka? Jo, nuk e kam ato mundësi për marka. Kur i ndron uniformat e kompanisë për veshje të lirshme, a bëhesh po aq e rrezikshme në tokë sa je elegante në ajër? Bëhem më e rrezikshme në tokë. Bëhem më fani. Më fani edhe më lirshëm ashtu. E heq uniformën edhe. Cili është ai vend ku të është ndezur më shumë aventura gjatë një ndalese? Në Rom. Roma më ka pëlqyer shumë. A i ke vizituar të gjitha vendet e botës? Jo, ka shumë vende që si kam vizituar. Si për shembull? Ka shumë. Portugalia, Spanja, nuk kam qenë. Ka vende plot. Por për këtyne të pëlqen më shumë ti Roma? Roma. Prej atyre që kam vizituar, Roma më pëlqen. Si e sheh shoqërinë kosovare sot? Kjo është një temë që nuk kërkon vetëm një përgjigje, por mund të them që është kthyer në një shoqëri pak sipërfaqësore. Nuk merren shumë me thelbin, po merren shumë me sipërfaqen dhe me gjërat pa rëndësishme. Po e du nga një specifik për femrat edhe për meshkujt në këtë rast? Çka mendon që kanë të mirë për shembull meshkujt ose femrat, çka kanë të keqe këto dyja? Po, nga që ma bëre pyetjen shoqëria dhe tash nëse i ndajmë, kategorizojmë, femrat po fokusohen shumë në dukje, në gjërat pa rëndësishme dhe më duket sikur duan t'ja arrijnë gjërat lehtë, ndërsa meshkujt të paqëndrueshëm. Pra ai bie që femrat sot po punojnë më shumë me trup se sa me tru? Jo, nuk dua të them atë. Po thjesht sikur përtojnë unë them sikur përtojnë të vuajnë pak, sepse gjërat nuk arrijnë lehtë, kështu që edhe duan menjëherë të arrinte suksesi te gjërat e mira, tek ai luksi që ti përmende. Nuk mundesh me pas ti një mirëqenie, një jetë mirë, një luks pa punuar dhe pa kaluar në disa etapa. Është e pashmangshme, mendoj. Domethënë propozimi yt për to është që me punu sa më shumë. Po patjetër, edhe të jenë të pavarura. Partneri yt i ëndrave, karakteristikat.
Nuk e di që mund të ekzistojë partneri i ëndrave, por mund të përmend një njeri shumë pozitiv, që t'jep respekt dhe punëtor. Do ende derisa s'ka dol dikush me ta marrë zemrën. Ka dal, por jo me këto, gjitha këto që thash. Okej. Çka nuk të pëlqen në Prishtinë? Është shumë pisët. Ambienti. Pëlqen, është pisë. Akoma nuk e kanë kulturën që mos ta ndosin ambientin. A mendon se filleri dhe botoksi është bërë normë? Po. Po mendoj. Okej. Çka ka ndryshe Prishtina nga Tirana ose Anasjeldas? Prishtina ka energji shumë të mirë, gjë që nuk e gjen në Tiranë, mendoj unë kam jetuar në dyja vendet. Prishtina ka energji shumë të mirë, ka rini, po e njëjta gjë është edhe në Tiranë, po energjinë e ka Prishtina. Ja merr Tiranës në këtë aspekt. Cila mendon që është pjesa më seksi në trupin tënd? Nuk kam asnjë pjesë seksi në trupin tim. Okej. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Një mendim që harrohet, kthehet në kujtim ndoshta, ose magazinohet diku në tru dhe derisa të vi momenti i dur për ta stimuluar dhe për ta rikujtuar. Çka i thon vetes kur je para pasqyrës? Do të them të vërtetën. Oh my god, sa punë kam për të bërë, për ta rregulluar veten për të dukur mirë. Unë kam një pamje që ndryshoj shumë kur bëj make-up. Do të thoj je shpesh para pasqyrës. Nuk jam shpesh para pasqyrës, jam kur duhet të jem. A shpenzon shumë kohë për dukje, për rregullim? Varet ku shkoj. Varet ku shkoj. Sigurisht, për të ardhur këtu te ty i shpenzova një orë kohë. A ja vleti? Ja vleti, po si jo. Çka mendove para se morën intervistë? Shpresoj mos më bëj pyetje gacmuese. Okej, atëherë kur është hera fundit që i ke thënë dikujt jo dhe për çka? Nuk ka një rast specifik kur unë kam thënë jo, që ta përmend tani, ose ndoshta nuk dua ta përmend, po them gjithmonë jo për gjërat që shkojnë ndesh me parimet dhe vlerat e mia. So shpesh merr mesazhe të nxehta nga meshkujt në DM? Të nxehta nuk marr, po marr komplimenta. Veç komplimente. Gacmuese? Po ka edhe gacmuese, po. A i kthen ndonjë? Jo, jo nuk i kthej. I lexoj, po nuk i kthej. Të më thua pas ke mendjen e madhe pak. Po është mirë ta kesh mendjen e madhe. Okej. Kur është hera fundit që ke qarë dhe për çka? Hera e fundit që kam qarë, nuk po më kujtohet, u bë goxha kohë. Unë qaj shumë lehtë, po u bë pak, ndoshta kam qarë kur më kanë ardhur prindrit nga Amerika, kanë qenë për emocione të mira. Cili është zoti yt? Zoti im, unë nuk kam një zot, po unë besoj në karmën. Nëse edhe përpiqem që të bëj gjithmonë mirë, të mendoj pozitivisht dhe asnjëherë mos të shkel parimet dhe vlerat. A ke praktikuar ndonjëherë agjerimin? Jo. Asnjëherë. Kisha pas qejf ta provoj, por jo, s'e kam provuar asnjëherë. Puthja e fundit? Ku? Në faqe? Buzë, faqe? Në faqe po, sot, pak më herët, me një shoqen time. Ja, këto shoqja nëna këto. Po, u bë shumë kohë. Shumë kohë? Po. Sa vite? 1 vit e gjys. Pa puth? I marrë puthja ta meshkuj. E kam shokun larg. Edhe një mesazh për gjitha vajzat kosovare. Pak a shumë ajo që thash, punoni fort. Asgjë nuk arrihet lehtë, vetëm me punë. Dhe sidomos të jenë të pavarura. Nuk ka më mirë se sa të jesh e pavarur në të gjitha aspektet.